Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, në dersin e xhumas së kaluar kemi fol diçka në lidhje me sejdën, mënyrën se si bëhet sejdja, dhe kemi thënë se është prej shtyllave të namazit që pas sejdë nuk ka namaz. Dhe thamë se kur ngritmi për rukues, drejtohemi drejt, thejme semi Allahu limen hamide, gjematin heshe thot Rabbana wa lakal hamd, Allahu akbar, dhe shkojna në sejdë një të qetë, të gradualshme, bim me kam, pastaj durt, edhe bina do me thonë në sejdë me 7 gjymtyr të trupit. Dhe i përmendëm cilat janë gjymtyrët e trupit në sejdë, thamë se ftyra që nënkupton ballin dhe hunda bashk. Pastaj durt thamë me afru afër ftyrës, shuplakat e dorëve, gjunjët janë në pozicion edhe shputat e këmbëve. Çështu bëhet sejdja. Kështu na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe tjetër formë të sejdës nuk ka. Dhe thamë se në çdo rekat duhet me i bë 2 sejdë. Në çdo rekat i bëjnë 2 sejdë. Për shembull, kur jemi kam shkojna poshtë, bim me çdo gjymtyrë të trupit, nuk ban ndryshe, nuk ban me ra në sejdë ndryshe, vetëm ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe themi 3 herë Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Dhe themi Allahu akbar, ngritemi gradualisht, drejtohemi, qetësohemi mirë. Është e preferuar me thonë Rabbi gfirli warhamni wa'afini në dua. Nëse nuk e di s'ka lidhje, veç thuaj Allahu akbar, rri pak qetësohu, edhe apet shkon në sejdë në të njëjtën formë që ke bën herën e parë, dhe thu 3 herë Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Dhe pastaj thu Allahu akbar dhe ngritesh në kam në rekatën e dytë. Mas kësaj sejdës, shpeshherë shumë njerëz vanohen, ulën, pastaj qohen. Nuk është prej suneteve të namazit kjo ulje. Të gjithë dietarët e dinë se nuk është prej suneteve të namazit. Pejgamberi sa me ka praktikuar në fund të jetës së tij për shkak të vështirësive në shëndet. Ndërsa ta gjatë të jetës i thonë kësaj ulje në fik i thonë gjelsetul istiraha, ulja e pushimit. E kam një ulja pushimit, por shkak ata të cilët kanë pas vështirësi dhe sun janë çu direkt prej sejdës, po janë ul e pastaj janë ngrit. Pra si ta falmi, si të bëjmë 2 sejdë, ngritmi në rekatën tjetër. Vëllezër, nëse harrojmë mi bë 2 sejdë, e bojna veç një. Edhe mas jemi çun kam në karonë mend që e kena bë veç 2 sejdë. Çka do të më bën këtë rast? Në fund të namazit do të më bëj se sejdë. Çish do të më bëj se sejdë, sepse sejdja është kusht namaz. E çish më bëj se sejdë? Tham janë 2 mënyra të sejdës, që t'ja shpjegojmë vëllezër xhamatin nderuar. Të 2 mënyrat kanë ardhur prej pejgamberit alayhis salam. Mënyra e parë që transmetohen në shumicë e madhe sahabëve, pejgamberi sa ka bërë sejdën këtë mënyrë. E ka knuar te jatën, ka dhënë një herë selam djathtë, dhe pastaj ka bërë 2 sejdë, dhe pastaj ka lexuar te jatën salavatin, dhe ka dhënë selam djathtë në shmaj dhe ka plotsuar namazin. Kjo është transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe hadithi i saktë. Kjo formë saktë të bërjes së sejdës. Pra se sejdë bojna nëse kena gabu, e kena lënë njërin prej sejdëve, e kena bërë veç një, si kena bërë 2. Se tham sejdja është shtyllë e namazit, nuk ka namaz pa sejdë. Nuk ka namaz pa sejdë, dhe sejdja është shtylla 5 e namazit.
Dhe besoj dhe këtu e kemi të qartë, kush ka qenë prezent për ditës parë kur kemi shpjeguar të sene, gradualisht ka përfituar diçka. Pastaj vëllezër, shtylla e fundit e namazit, që sot e lash me shpjegu dhe me përfundu këtë temë, shtylla e fundit e namazit është ulja në tejat. Me nejt në tejat është shtylla e fundit e namazit, që pa këta s'ka namaz. Pa nemje në tejat nuk ka namaz. Kuptohemi vëllezër. Tjetër se në fjalë që i thojnë mbrana, se në fillim ja ku më shpjegusha do me thonë shtyll, e pastaj çka do me thonë vajxhip ose e domosdoshme mbrana shtyllës. Kemi thonë namazi mbrëmshëm i ka 6 shtylla. Një kemi thonë tekbiri fillestar. Jo ngritja durve, po thonja Allahu Ekber është shtyll. Pa këta nuk lidhesh namaz. Çoj dur, sa dush, çysh dush, nëse thua Allahu Ekber s'lidhesh namaz. Fare. Fjala Allahu Ekber është shtyll. Kapitull për në hyrje në namaz. Pastaj kemi thonë qëndrimin e kam, shtylla dytë. Shtylla tretë është leximi i Kuranit, diçka për pjesët e Kuranit, dhe ne e shpjeguam te Fatiha kështu më radh. Shtylla e tretë leximi i Kuranit. Shtylla katër tha me radh në ruku. E pastaj çka themi në ruku ka mos pajtime mes dietarëve. Disa thonë është i domosdoshëm me thonë subhana rabbil ala, subhana rabbil azim, nëse thot prishet namazi. Disa shumica thonë jo është sunnet. Thu ki se vap të Zotit, nuk e thu tik ose haron, s'ka problem, namazin në rregull, sepse shtylla u plotsu shtylla. Pastaj ngritja për rukuës drejt, edhe shkume në sejdë është shtylla 5, që pak ta s'ka namaz. Dhe shtylla e 6 është nemja në tejat. Por shemë rrinë në tejat, ndërsa leximi i tejatit në recatën e 4 ose tejatën e fundit është vajxhip, është diçka e domosdoshme në Islam. Pastaj Allahumma salli ala Muhammed, Allahumma salli ala Muhammed është prej suneteve. Nëse e thu kise vab. Nëse se thu nuk prishet namazi, plotësohet namazi. Po flasim dhe shumica e dietarëve. Po e thjeshtoj vëllezër. I kena bërë 2 sejdë poshtë. Edhe ka ardhur momenti me nejt në tejat. Themi Allahu Akbar edhe rrimin në tejat. Që kjo ulja në tejat është shtyllë dhe namazit. Ulja, nemja në tejat është shtyllë, pa këta s'ka namaz. Qysh nejmë në tejat? Ka nërë 2 transmetime qysh me nejmë tejat. Një transmetim ka arë kama djath, i kthena pak majt e gishtave, edhe të majtën e afrona nga djathës. Edhe ulmi. Me një transmetim tjetër ka arë kamën e majt e shtin shumë fell, ka ona djathë, edhe sikur se praptohen. Të 2 transmetimit janë të sakta. Po për shkak që të estetikës e namazit, mos pengesë e namazit, ne preferojnë ata që se pengon tjetrin. Edhe rrimi në tejat. Në tejat transmetohet prej Ibn Mesudit. Thot Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, thot e tehijatin ma ka mësu Rasulullahi drejt për së drejti. E pastaj prej tij e kanë marrë transmetimin tjerë të sahabë. Thot më ka thonë falë namazin, e kur ulesh në tejat, ka thonë thuj e tehijatu lillahi wa salavatu wa tajibatu, e kështë më radhë, deri te fundi. Edhe pse ka një transmetim tjetër, që e tehijata ka një verzion tjetër, por kjo është për ata që studiojnë. Po flasmi çka du të themi në tejat. Pra menen tejat është shtyllë namazit. Nëse tik tejatja fundit, prishet namazi. Për shembull, i na të fal 4 rekate namaz.
edhe dhem që munalën të jatë në qomin kam. Sa se mi drejtu hala mirë, kena të drejt me ranë të jatë. Sa se mi drejtu mirë, e sa se kemi njës me lezu t'i shka. Kena të drejt mullë më njerë. Edhe me vazhdu, edhe me përfundu namazin. Po nëse jemi në kam, edhe lexojmë diçka, atëherë në prishet namazin. Por shkak se shtojmë diçka që nuk është pranë namazit. E kemi të qartë, do të thonë në prishet namaz. E lexojmë elhamën, lexojmë një sure ku diçka na i bën 5 recate në farforme. Dhe rrezikohet me u prish namazin. Edhe pse vëllezër të dashur, shka të shtohet në namaz pa dije, edhe shka të pakohet namaz pa dije, edhe të kujtohet ndërkohë, e përmison sevi sejdja. E përmison sevi sejdja. Dhe më sejdja e harresës, i thuhet shqip kësaj sehvi sejdja arabisht, e kuptimin sejdja e hamendjes. Ku ti i hamensu me një farform nuk e din se ku i më namaz. Se njeriu është qenje që shpejt dhe gabon edhe haron, kevi ju ban vakike pun. Për shembull ka ndodhur vëllezër, mi mami qabës e haron elhamin. Ai pe fëmijës është hafiz. Askush s'u dominon. Askush s'është perfekt këtë botë. Harohen gjanat. Por ka caktu ligje pejgamberi Allahu xhelle wala dhe në ka mësuar se si përmirësohet namazi. Pra në tejatë dashur vëllezër. Kutrimin tejatën e parë, nëse namazi ka 4 rekate, kutrimin tejatën e parë e knojnë tejatën edhe ngritnin në rekatën e tretë. Ndërsa në rekatën e katërt e knojnë me tejatën dhe te medhhebi Hanefi e knojnë edhe Allahumma salli ala Allahumma barik. Por shkak të vlerës që ka kjo lutje në tejatë, sepse kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj tejata zbashku me Assalamu alaikum ku t'japmi janë bashk, se nuk mundesh me dalë për namazit pa selam. Për marrë për shembull, nëse ke knu tejatën edhe ke knu salavatët, edhe jenë në rekatën e 4, edhe del për namazit, të prishet namazit, sepse s'ke dalë me selam. E kemi të qartë. Masi të përfundon e tejata dhe të përfundon salavatet, të përfundon edhe duaja, sepse është prej mirësive të mëdhaja vëllezër me u lut në tejatë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas duas Allahumma rabbana atina, që është version në Kur'an, thuhet se e ka lutur Allahun gjithmonë o Zot, e ka bërë arabisht, po ja tham sa për me kuptu për shumë fjallë, thot mbrojëm prej dënimit në varr, prej ndëshkimit e zjarrit të xhenemit, prej dejjallit dhe prej fitneve të varrit. Edhe thuhet se kjo dua, ky moment është momenti më i mirë për me lutë Allahun me mbrojt njeriu prej zjarrit të xhenemit, prej natës së varrit e kështu me radhë. Dhe pastaj thotë assalamu alaikum, assalamu alaikum Allah, ka ona djathtë, edhe është sunnet me thonë edhe nga ana majt assalamu alaikum Allah dhe del për namazit. Pra nëse thotë assalamu alaikum, nuk i prishet namazi dhe qohet namazi i prishet. Se s'mundesh me dalë për namazit ndryshe, ke hi namaz me fjalën Allahu Akbar, edhe përfundon me fjalën assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ka ana majt. Edhe kështu përfundohet. Këto janë shtylla të namazit. Vëllezër, edhe një detaj të vogël. Nëse ke harru diçka në namaz, edhe të kalon nërmen mas i ke dhënë selam. Për shembull, i na të fal drejka i ka 4 rekate. Edhe na realisht i na fal 3. Mi po mas i kena lejnë të jatë në rekatën e 3, kena nu salavatin, s'na karon nërmen hiq që e kena mangin e reqatë. Edhe kena dhënë selam,
në ka rënë në mend që e kemi harru një reqat. Sa jena afër vendit, edhe sa s'kan ndërhy bisedat, lejohet me u lidh me fal një reqate. Thua Allahu Akbar, e kënan ilhamin një sure, bjen rukun sejdë në tejat, e kënan tejatën, pasaj jep selam djath, edhe i ban 2 sejdë, edhe vazhdon apë tejatën dhe përfundon i kompleta namazin. Kjo ka ndodhë, kjo mësim në ka arpi pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi sa me ka fal një herë drekën, dhe vend që me fal 4 reqate i ka fal 2. Edhe kur ka dhënë selam në 2 reqate, i ka thënë njëri prej xhamatit për shokëve, thot ja Rasulullah, a u shkurtu namazi? Thot jo. Thot e pse i fale për 2 reqate? Thot pas në haru. Thot se namazi nuk u shkurtu, sepse namazin në fillim vëllezër i ka pas 2 reqate. Pastaj u bë 4. Është meselë tjetër kjo. Është meselë gjanë në fikë. Edhe pejgamberi sa më çu zbashku me xhamat, edhe i ka falë 2 reqate dhe e ka bërë se vesejtë në reqatën e dytë dhe i ka plëcu namazin. Pra sa jemi afër, edhe së ndërhynë shumë bisedat kota, qofë në shpeja, po qofë në xhami, lejohet me përmisun që të njërë. Po nëse ndërhyët edhe bëhet mishmash meselja, edhe i afër asaj periudhët gabimit, atëre dush me përsërit namazin. Dush me, pse, çka ka dallim tash e para me dytën? Po, sepse e para hala jenë në natyrshmëritë namazit, hala s'ke fol, hala s'ka ndërhyjë diçka. A në situatën e dytë ka hyrë dunjaja mbrana. Ke fol, ke diskutu, ke ku diçka dhe prishet muhabeti. Atëherë nëse i afër, e ban kaza, e falë një herë. Po nëse për shembull vëllezër kujtohet mas një dite, çka me bë? S'ka problem. Qisa i thoi në fik, muafa, Allahu fal. Janë gjana që i falë Zoti më frishëm. Janë gjana që i falë Zoti i madhrishëm, sepse nuk bëhen me qëllim. Pra kjo është kushtet shtyllët e namazit, dhe unë po përfundoj vëllezër me shpresë se Zoti i madhrishëm që diçka keni kuptuar prej kësaj teme, nga se për gjuma sashme do të diskutojnë për këti veni biidhnillahi ta'ala tema tjera që kanë bëjnë me tematika të ndryshme. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha. Oh.